Rrugët e fuqizimit të durimit përballë sprovave. Durimi i fisnikëve dhe durimi i të paditurve. Çdo njeri duhet të ushtrojë durim që të përballet me vështirësitë, pavarësisht nëse këtë e bën me dëshirë ose pa dëshirë. Fisniku ushtron durim me dëshirë, sepse ai i kupton dobitë e durimit dhe e di se do të shpërblehet për durimin e tij. Në të kundërtën, do të qortohet nëse panikon. Ai është i vetëdijshëm se nëse nuk tregon durim, paniku dhe mosdurimi nuk do ta ndihmojnë t'i rimarrë mundësitë e humbura, edhe nuk do t'ia largojnë gjërat që nuk i pëlqejnë. Çfarëdo që është caktuar dhe shkada dhe kader nuk mund të parandalohet të ndodhë, dhe çfarëdo që është vendosur të mos ndodhë nuk mund të bëhet që të ndodhë. Pra qëndrimi i mosdurimit edhe panikut në të vërtetë shkakton dëm. Një njeri i urtë ka thënë: ai që ka urtësi, sapo të shfaqet sprova, bën atë që do ta bënte një njeri i marr pas një muaji, domethënë ai i drejtohet durimit. Njeriu i pakujdesshëm ushtron durim vetëm kur e kupton se nuk ka zgjidhje tjetër. Pas shpenzimit kohës, energjisë, panikut edhe mundimit, ai e kupton që mosdurimi i tij nuk do ta ndihmojë as pak. Atëherë, ai ushtron durim ashtu siç një njeri i lidhur për t'u rrahur ushtron durim. Fisniku praktikon durim duke ju bindur Allahut, ndërsa i padituri ushtron durim duke ju bindur shejtanit. Kështu, njerëzit e paditur kanë durimin më të madh në ndjekjen e tekave dhe dëshirave të tyre dhe kanë më pak durim në shpenzim në rrugën e shejtanit. Ndërsa tregohen të padurueshëm kur bëhet fjalë për të shpenzuar madje edhe disa qindarka në rrugën e Allahut. Ata durojnë shumë vështirësi për të ndjekur dëshirat e tyre, por nuk mund ta durojnë as vështirësinë më të imët për ta kënaqur Zotin e tyre. Ata i durojnë shpifjet për hir të veprimeve të gabuara, por nuk mund të ushtrojnë durim në ngritjen e shpifjeve për hatër të Allahut. Njerëzit e tillë shmangin urdhërimin e së mirës dhe ndalimin e së keqes nga frika se çfarë do të thonë njerëzit për ta, por ata ekspozojnë derhin e tyre që të shpifen edhe e durojnë këtë për hatër të ndjekjes së tekave dhe dëshirave të tyre. Veç kësaj, ata nuk janë të gatshëm të praktikojnë durim në përkushtimin e Allahut, por kur është fjala për t'u përkushtuar shejtanit dhe dëshirave të tyre, ushtrojnë durim të jashtëzakonshëm. Njerëzit e tillë kur nuk do t'jenë fisnik përpara Zotit, edhe në ditën e Kiametit, ata nuk do të ngrihen me njerëzit e fisnikërisë dhe të mirësjelljes. Ndërsa durimi është fars i detyrueshëm, Allahu na ka siguruar rrugë dhe mjete për të përfituar dhe për ta fuqizuar cilësinë e durimit. Sepse ai asnjëherë nuk urdhëron të bëjmë diçka pa na siguruar ndihmë dhe mbështetje për ta bërë atë, dhe pa na i treguar rrugët edhe mënyrat si ta arrijmë atë. Allahu na ka krijuar një sëmundje pa krijuar ilaçin për të, dhe ai ka garantuar shërim kur përdoret ilaçi. Edhe ashtu, durimi është i vështirë, por nuk është i pamundur. Durimi përbëhet nga dy elementë, dituria dhe veprimi, dhe për këtyre dy elementëve rrjedhin mjetet juridike për të gjitha problemet shpirtërore dhe fizike. Dituria dhe veprimi të kombinuara janë gjithmonë thelbësore. Elementi i diturisë është i nevojshëm për t'i kuptuar dobitë e ndjekjes së urdhrave të Allahut dhe ndjenjen e lumturisë dhe plotësimit që mund ta arrijë robi duke i ndjekur ato, edhe për ta kuptuar se çfarë ka në gjërat e ndaluara që shkaktojnë dëm, papërsosmëri dhe ligësi. Kur robi e kupton këtë dhe shton vullnetin e fortë, dëshirën për arritje shpirtërore dhe dëshirën për të jetuar si një qenie e plotë njerëzore, në krahasim me ekzistencën e të ngjashmëve me kafshët, atëherë do të jetë lehtë për të që të arrijë cilësinë e durimit. Hidhësia e durimit do të bëhet e ëmbël dhe dhimbja e durimit do të bëhet gëzim. Siç kemi parë tashmë, durimi është një betejë e vazhdueshme midis motiveve të arsyes dhe fesë dhe motivit të tekave dhe dëshirave nga ana tjetër. Nëse një njeri dëshiron që arsyeja edhe feja t'i mbizotrojnë tekat edhe dëshirat, atëherë ai duhet i fuqizojë të parat dhe t'i dobësojë këto të fundit, ashtu si promovimi i shëndetit mirë dhe zvoglimi i rrezikut nga sëmundja. Për shembull, një njeri që ka dëshirë të fortë për kuror shkelje, mund të ndërmarrë hapa për ta luftuar atë. Ai mbase mund të ketë një nxitje aq të fortë seksuale
sa të mos mund të ndaloj së bëri tradhti bashkëtorë, ose mund të mos e kryej vetë aktin, por e ka të pamundur ta ul shikimin ndaj grave, ose mund të jetë në gjendje ta ul shikimin ndaj grave të ndaluara, por nuk mund të ndaloj së menduari për seks, deri në atë mas, saqë të gjitha mendimet e tij i përkushtohen kësaj teme, dhe ai asnjëherë nuk i jep mendime gjërave që mund të përfitojnë prej tij në këtë jetë dhe në jetën e përtejme. Nëse ai është me të vërtet serioz në lidhje me gjetjen e një ilaçi për këtë sëmundje, atëherë duhet të ndjek këto hapa. 1. Duhet të gjejë se cilat lloje të ushqimit rrisin dëshirën seksuale. Pastaj ta minimizoj marrjen e tyre, ose t'i shmang ato plotësisht. Nëse kjo nuk funksionon, atëherë mund të agjeroj, pasi agjerimi zvoglon dëshirën seksuale, veçanërisht nëse ushqimi i ngrënë kur e prish agjerimin është i moderuar. 2. Duhet ta ul shikimin ndaj grave, pasi ai shikim mund ta provokojë dëshirën seksuale. I dërguari Allahut a.s. na paralajmëroi: shikimi ndaj grave është një nga shigjetat e shejtanit. Shejtani synon që shigjetat e tij të arrijnë objektivin e tij, përveç nëse robi ul shikimin. Por nëse robi vazhdon të kërkojë, ai në fakt po e ekspozon zemrën e tij ndaj këtyre shigjetave, secila prej të cilave mund të jetë fatale. 3. Duhet ta gëzoj seksin e lejuar, domethënë brenda martesës, sepse çdo dëshirë që Allahu e krijoi në ne ka një prizë të lejueshme. Ky është shërimi më i mirë, siç ka treguar i dërguari Allahut a.s. 4. Duhet të mendoj për dënimin që mund të pasojë në atë botë, si rrjedhojë e përmbushjes së dëshirës së tij seksuale në një mënyrë të ndaluar. Edhe sikur të mos kishte xhenet ose xhenem, dëmi që mund të shkaktohet në këtë botë nga një veprim i tillë duhet të jetë i mjaftueshëm për ta ndalur atë nga veprimi i tij. Dëmi i shkaktuar nga veprime të tilla është aq i madh sa mezi mund të përcaktohet, por dëshira seksuale i bën disa njerëz të verbër. 5. Duhet të mendoj për shëmtinë e personit që e tundon të bëjë tradhti bashkëtorë me të, veçanërisht nëse dihet nëse ai ose ajo ka partner tjetër. Ai nuk duhet të ndjehet shumë krenar për të pirë nga i njëjti vend ku pinë qend dhe ujqërit.